Ne do të ndalemi tani në një in memoriam për këtë figurë kaq të shquar të artit shqiptar. Me mua në studio është bashkuar Leontina Nika. Përshëndetje Leontina, faleminderit që je me mua. Përshëndetje Rovena. Parë se të nisim bisedën së bashku, duke patur parasysh se ti edhe personi i fundit që ke intervistuar një vit më parë Margarita Xhepën dhe jam e bindur se ke shumë për të ndarë me ne. Unë duaj që për shikuesit të përcjellim në këto momente edhe një reagim që ka patur kryeministri Edi Rama në Facebook, ku ka ndarë fotografi nga pikat më kulmore të karrierës Margarita Xhepës, duke shkruar edhe lam të mirë yll. Megjithatë, menjëherë rikthehemi me përjetimet, me bisedën e fundit, me intervistën e fundit që ti ke zhvilluar, me përjetimet patjetër të asaj që Margarita Xhepa të tha edhe më pas edhe të tuat. Fillimisht do të ndalim tek yjet, meqense edhe kryeministri ka nisur me yjet. Yjet janë të lidhur ngushtë me Margarita Xhepën, është një margaritar i çmuar i skenës ekranit dhe ka qenë dhe filmi i fundit që ka luajtur Yjet të Sardhënës. Ndaj ylli i shkëlqen edhe pse nuk është fizikisht, do shkëlqej gjatë përmes një memorie. Dhe nuk kam qejf që shpesh nëpërmjet yjeve të marrim dhe ne shkëlqimin e tyre. Ato kanë shkëlqimin e vetë dhe në të vërtet mbase fati e ka dashur, më rezulton diçka e tillë që mund të jetë intervista e fundit, ka qenë një vit më parë kur ajo ishte 90 vjetorin e lindjes. Dhe kemi biseduar për te anës profesionale, në shpesh me artistët kemi edhe biseda që ndajmë në kafe intime. Dhe janë edhe emocione të shumë fishta edhe për ne, përjetojmë dy fish, sepse njohim gjithë elementet e tyre, edhe kur përjetojnë rolet, ne shpesh kemi qenë në paskuinta, kemi parë momente që publiku edhe nuk ishe. Kam një moment shumë interesante dhe tek ajo ditë, ka qenë 2 prilli, Plaza, ku bë një ceremoni shumë madhe për të nderuar këtë ikon dhe div, le të themi, të skenës dhe ekranit, dhe ajo gjithmonë ka qenë fisnike, e bukur, dhe i kam shuar shumë punës së vet dhe talentit. Dhe në ato momente, gjëja e parë që donte t'ishte bukur dhe estetikisht, sepse estetika për artistin është shumë e rëndësishme. Ja ka dalë, nga gjitha pamjet që ne kemi nga ajo, duket që ja ka dalë. Dhe në momentin në fund, mbase e kam grimuar vetë. Do ta them, kjo është një copës vërtet që e kam dhe kujtim, përjetim, donte të kurohej pak starlet me ato çfarë mund bënte dhe një fisnike siç ishte Margarita Xhepa. Sigurisht që edhe në këtë moment ajo duhet ishte e bukur edhe për ekranin dhe ashtu ka qenë deri në ditët e fundit. Një element shumë i rëndësishëm i saj ka qenë pikërisht ajri që thithte në skenë dhe shëxgjërim dhe derisa ka mbyllë sy deri në fund, ajo vazhdonte të ishte prezente, kudo që thirrej, për të recituar, për të interpretuar, sepse recitimi e çoj më pas edhe drejt aktrimit nga qyteti i Lushnjës. Njëkohësisht e shohin aktor të shquar të kohës, e marrin për një provë dhe fillon liceun dhe të njëjtën kohë bëhet dhe aktoria më re në teatrin kombëtar. Por, Rovera, unë ndalëm dhe të një moment, ne kemi folur shpesh për kinemanë tonë, anat e mojmë dhe themi nuk kanë patur atë, por ne mund të kujtojmë dhe filmin, le të themi që është filmi Vitet e para. Vitet e para është filmi i parë i Margarita Xhepës. Besoj se ju keni edhe një foto ku është e krahasueshme me yjet dhe divat e Hollywoodit. Po, do ta ndjekim një herë me ndihmën e regjisë në këtë moment edhe foton që kemi kaluar konkretisht ku ajo krahasohet edhe me yjet e Hollywoodit, edhe dua patjetër që t'ju bëj të gjithëve me dije se sot në pamesnat ju do të keni mundësi që të ndiqni edhe intervistën e fundit që Margarita Xhepa ka dhënë në ABC News, pikërisht në emisionin tënd pas mesnate, do të keni mundësi patjetër që ta ndiqni sot në orën 00:01 minutë. 01 minutë, sa po kalon pas mesnate. Me njerë pas mesnate. Kam dhe një pyetje, Leontina, ku duaj që të ndalemi pak së bashku, çfarë la ajo pas, qoftë në jetën artistike, po nga ana tjetër edhe në mënyrën se si jetoi. Ta bëj këtë pyetje edhe për shkak të marrëdhënies së afërt që ti ke patur përmes punës patjetër, por që ka arritur të kuptosh nga mënyra se si jetonte. Mendoj se yjet të tilla kanë çlën pas. Ka lënë një trashëgimi të pastur, madje role që dhe ajo veti ka dashur fort është Ofelia, që është një rol zemre, Shakespeare, që e ka interpretuar në skenë. Por nuk mund të harrojmë kurse si Ezopin, Klean, që ka interpretuar me Kadri Roshin. Përsëri janë
le të themi, role të skalitura, të dashura të zemrës që i ka thënë dhe ajo, por të dimri fundit, ajo ka patur shumë për zemër, fillimisht ka luajtur rolet e grave të bukura, edhe në të vështira, por nuk do të harrojmë dhe një gjë, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në emancipimin e gruas, sepse aktrimi që erdhi në atë kohë nuk ishte lehtë të ishe aktore në vitet ku ato nisën rrugtimin, por krijuan një profil bukur edhe për gruan që t'i merrte si pika reference, qoftë në aspektin estetik, por qoftë edhe në mënyrën e të jetuarit. Ne dimë se ishim një shoqëri patriarkale. Dhe këto ja arritën që brenda edhe kornizave të ngurta të krijonin një lëshmëri, të krijonin një jetë mbasi dikush tjetër nuk mund ta ndëronte ato, e bën të mundër edhe ishin shembuj, qoftë në veshje, qoftë në mënyrën e të jetuarit, qoftë në çdo element tjetër. Por më tepër ajo ka edhe të birin, Ndriçim Xhepën, që vazhdon rrugën e saj në aktrim, kështu që mendoj që ka lënë pas, përveç emrit të saj, edhe një yll tjetër, le të themi, të kinemas e teatrit, siç është Ndriçim Xhepa, dhe një marrëdhënie shumë e bukur mes tyre, që nuk e ka shtyr, por ka parë talentin edhe e ka lënë të lirë për të bërë zgjedhjen. Shumë e bukur kjo. Personazhe të tilla, zakonisht suksesin më të madh e përjetojnë pas vdekjes. A është ky rasti Margarita Xhepës? A është shpërblyer ajo gjatë jetës së saj? Mendoj se e ka shijuar. E ka shijuar për vetë faktin që thash që deri në ditët e fundit ka qenë në skenë. Dhe një person i cili ka marrë pothuajse titujt dhe gjithë të merituar absolutisht, dhe mendoj që e ka shijuar dhe suksesin, dhe është fat kur suksesi përjetohet dhe në gjallë, se shpesh jehona merret më pas. Por unë mendoj që jehona e saj do vazhdoj gjatë në breza, duke marrë dhe si pikë referimi për vetë faktin se ajo ishte një aktore e cila i mësonte shumë anës emocionale, psikologjike, është një referencë për çdo aktor të ri, edhe për të jetësuar, madje shumë e natyrshme, shumë moderne që në filmin e parë, nuk kishte improvizime, nuk kishte një aktore, le të themi, e kornizuar, që nuk jepte emocion, ajo përcillte emocionin në çdo rol që ajo skaliste, kështu që mendoj që është pikë reference, ka lënë shumë pas, ka lënë edhe të birin, i cili do vazhdoj rrugën e tij të suksesit, edhe pse ka ndarë edhe shoqërimin me të. Unë falenderoj shumë Leontina që ishe me mua në studio, edhe patjetër risillim edhe një herë në vëmendje që sot në pas mesnata do të keni mundësi që të ndiqni intervistën e fundit të dhënë për ABC News, konkretisht për Leontinën të Margarita Xhepës. Faleminderit. Faleminderit ju.